se si e kanë dukjen e tyre. A tregon kjo për personalitetin e tyre dhe a ka të drejtë Niko kur thotë që nuk e di a e ke vënë re, domethënë se si janë shfaqur në përprajme, por gocat që gjithmonë kujdesen më shumë në përprajme, ndoshta janë dhe ato që kanë peshë edhe në program, apo nuk ka lidhje kjo? Unë mendoj që veshja ka rëndësinë e vet. Jam me parimin që veshja është mas sigurie, siç thot Grida Duma. Mendoj që unë i kam shumë qejf gocat që din të vishen me kostume dhe ta veshin në formën më femërore të mundshme. Ashtu siç ka vajza që mund t'i veshësh fustanin më hirushe të mundshme dhe nuk do ngjaj kurrë mjaftueshëm femërore sa do të përpiqet. Kështu që patjetër që veshja tregon për to, por mendoj që në këtë rast tregon më shumë për mënyrën se si njerëzit që ja sjellin veshjet duan që ato të duken, se ato nuk e kanë shumë të qartë. Është një mesazh që ata ja japin. Niko. E di, është e vërtet. Ta them si një stilist jam marr. Mund të na thuash me detaje. Sa po thash e parë që për shembull I keni gënjur shumë aty brenda. Kur ka pasur situata serioze, unë kam qenë tepër i kujdesshëm, domethënë kam qenë tepër serioze edhe në look. Ka pasur momente të tjera që edhe kam egzageruar apo e kam lëshuar dorën me gjatësinë edhe këto, po është e vërtet që ato veshje të paktën si tek Jara, si tek Sara, kam parë që kur i hapnin gëzonin dhe i nxirrin syt zemra dhe aty kuptoja që ajo gjë i lumturon, po është diçka. Janë një mesazh për ata që janë brenda. Po kur janë kështu në ngërçe dashurie si Egli me gjestin, çfarë do çoje? Jo, se sa po spionoj diçka, ma janë mesazhe, nuk janë mesazhe zemër. Janë mesazhe. Niko. Jo, asgjë. Domethënë nëse fustani këtë prajm është i zi, këtë javë ke Po duhet të dish, duhet të kenë parasysh stilistët për fat të keq, nuk e di nëse Niko si ka ndodhur, që zakonisht ato që janë aty s'ja kanë aberin hiç. Domethënë këta mundohen shkretët çfarë nuk i çojnë fare. E di pse sepse për shembull me disa njerëz jam marr, kisha thjesht 3 gjëra. Një ngjyrë dhe 2 detaje. Kaq.